Arma e përdorur thash është e tipit pistolet, janë përdorur 7 fishek, pra 7 fishek, 7 gjoja e gjetur në vendin e ngjarjes. Është kërkuar ndihma e parë për të çuar dhe për të dhënë ndihmën e parë, por nuk i ka mbijetuar plagëve dhe si rrëdhoi humbi jetën personi që ka qenë objektivi i këtij atentati. Dhe ajo çfarë krijon një lloj shqetësimi është ai që kemi thënë, që këta persona të cilët kanë rekorde kriminale, persona të cilët janë të skeduar nga policia e shtetit, a ka munguar apo jo monitorimi dhe a ka pas informacione paraprake policia e shtetit lidhur me një atentat të mundshëm. Këto do të jenë pjesë e hetimit sigurisht, dhe presim që të kemi identifikimin e mjetet përdorur, automjetet përdorur, nëse ka pasur atentator që kanë qenë bashkëpunëtor me atentatorin dhe ku mund të jetë, presim të kemi armën e krimit, ndalimin e autorit të dyshuar dhe të kemi dinamikën më të plotë të këtij atentati, duke shkuar edhe për të gjetur motivet dhe shkaqet që e kanë çuar atentatorin në këtë